të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë. Kjo është dispozit imperative. Është imperative bjen e obligueshme, shqip e detyrueshme. Nuk lënë mundësi për interpretim. Është dispozit që do të zbatohet me njëherë pasi që nuk zgjidhet presidenti pa kaluar EAFAT. Edhe në këtë rast, Kuvendi i Kosovës nuk ka arrit sa zgjedh presidentin. Nuk ka arrit as të hyjë në fazën e votimit. Çka do të thotë që seanca se e tillë nuk mund të konsiderohet se e lehtëshme, sepse nuk ka pas kvorum për zgjedhjen e presidentit dhe për ta votuar presidentin. Ato tjerat, thirrja e emrave të deputetëve, përpjekja për të formuar komisione me 2 antarë. Asnjë komision nuk formohet me 1 antar ose me 2 antarë. Dhe numrat e antarëve të komisionit zakonisht janë tek për shkak se nevojitet për votim. Nëse 2 antarë janë për ose kundër, mund të aprovohet një mendim ose një vendim. Ndërkaq nëse janë tek shumë siç kanë qenë në këtë rast vetëm 2 antarë të komisionit, nëse njëri voton për dhe tjetri kundër, cili është rendimi. Për ata janë numrat tek dhe komisioni nuk ka qenë informuar. Nuk ka marrë veprimi kryesor për me u konsideru që ka filluar seanca. Votimi për... Do të thotë që duhet të nisë procesi procesi do të nisë i votimit. Do të nisë procesi me veprim. Po s'mund të nisë të fare, për shkak se s'ishin 80 vota, pra. Nuk ka pas kvorum. 80 deputet. Seanca nuk ka pas kvorum, se është çështje që o gjash me pas 80 deputet për zgjedhjen e presidentit, varësisht që kanë rendite dhe Kuvendi ka qenë në gjendje jo të rregullt, numri i deputetëve nuk ka qenë i mjaftueshëm për me pas seancë për zgjedhjen e presidentit, dhe që në start kjo është bërë manovër për qëllim të zhagitjes procesit. Është e pakuptim pse me zhagit. Po dhe në variantin e dytë, 60 ditë, prapë zgjedhjet. Po e diskutojmë pikërisht, nenin 82. Zoti Musa, besoj që regjia do të na vendosë edhe në plan të parë. Kuvendi shpërndahet në këto raste, në 82 i kushtetutës. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e caktimit të mandatarit nga presidenti i Republikës së Kosovës nuk mund të formohet qeveria. Nëse për shpërndarjen e kuvendit votojnë 2/3 e të gjithë deputetëve, shpërndarja bëhet me dekret të presidentit të Republikës së Kosovës. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Këtu për 60 ditët. Dhe ta lexojmë edhe paragrafin, kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Ndalemi te paragrafi 3. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Po është nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Në këtë rast... Këto thirret qeveria, eksponentëve vendosjes. Eksponentëve vendosjes thirrën dhe përpiqen me gjetë fajtor, mirë po edhe kjo dispozit është shumë e qartë. Nëse brenda afatit prej 60 ditësh. Por janë 2 dispozita të ndryshme, pra. Nuk janë... Neni 86, jo, të analizojmë të. Neni 86 thotë kështu. Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë. Nga ana tjetër, neni 82 i kushtetutës, paragrafi 3, nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Atë shpërndahet kuvendi. Po, atje kemi nenin 86, kemi zgjedhja e presidentit, që është dispozit pikërisht për zgjedhjen e presidentit, që ka përparësim me nenin 82 që është shpërndarja e kuvendit. Edhe në anën tjetër, edhe neni 82, paragrafi 2, thot 60 ditë nga fillimi i zgjedhjes i procedurës për zgjedhjen e presidentit. Në këtë rast procedura nuk ka filluar. Nuk kanë pas mundësi as me formu komisionet, nuk kanë pas mundësi as me votu, nuk ka qenë kvorumi për zgjedhjen e presidentit. Dhe nuk mund të konsiderohet kjo procedurë gjysmake që ka fillu procedura. Është e njëjtë, sikur me shku në gjykatë kushtetuese nëse nevojitet me kon 7 antarë. Por a nis procedura, zoti Musa, në rast se propozohen 2 kandidatë, komisioni e kryen punën dhe më pas aty ku ndal për shkak të mungesës së kvorumit. Është këto përgjigja është me pyetje. Vakuumi. A kanë qenë 80 deputet për zgjedhjen e presidentit që është obligative me qenë në sallë? Jo. Dhe atëherë nuk ka mujt me fillu procedura. Unë mendoj që partia në pushtet vetë ka qenë interesuar me
shkaktu zgjedhjet parakohshme, vetë ka qenë interesuar me blloku çështën e precedentit, është jashtëzakonisht befasuese. Tash vendosi thotë që nuk janë për zgjedhje, nuk janë zgjidhjet, por opozita po i do zgjedhjet. Jo, zgjedhjet po i don zgjedhjet